Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Sot në këtë studio jam së bashku me stilisten Holta Ramadani. Mirëmëngjes Holta, mirë se keni ardhur në studio. Faleminderit. Është bukur që mëngjesit të na sjell zëra të bukur, femror, që edhe me aktivitetin e tyre i japin hieshi dhe bukuri ditës. Faleminderit për ftesën. Ishte një kënaqësi kur e mora, do të thënë që më telefonuat. Edhe je shumë e këndshme, shumë e mirë, normal që dita fillon mirë edhe me ty. Holta, më vjen shumë mirë që je një vajzë që ditëve ju jep emrin tënd. Ke aktivitet, ke çdo ditë pulson me një ide, me një preokupim. Çdo ditë realisht sa vjen ndonjëherë një moment që dua edhe me pushu ndonjëherë edhe nuk mundem sepse jam mësuar me një ritëm shumë intensiv. Edhe më pëlqen shumë puna që bëj realisht, edhe e bëj me shumë dëshirë. Edhe normalisht kam frymëzim shumë sepse mu më frymëzon çdo kliente që vjen. Dhe nga që frymëzimi jem është i vazhdueshëm, normalisht edhe puna do të jetë e vazhdueshme. Pra një komunikim me njerëzit, një komunikim i përditshëm me jetën, me ngjyrat e saj të jep një frymëzim të pafund. Më jep frymëzim, nuk ka se kam një diçka të caktuar, domethënë frymëzimi jem janë çdo femën, çdo kliente që vjen, momentin që ato vinë, unë filloj e frymëzohem ndoshta jo vetëm për veshin e tyne, por edhe për një diçka që unë du me majtë në koleksionin tem, apo me bë paraqitjen teme diku. Pra, me sa po shoh, çdo gjë është e personalizuar. Lidhet me një tip të caktuar. Mundohem gjithmonë të personalizoj diçka, sepse realisht, sidomos në fillimet e mia, se unë me 6 gusht, 7 gusht baj 5 vite punë. Domethënë me 6 gusht jam diplomu nga shkolla që kam kryer për stilim modelim, dhe këtë 6 gusht jam 5 vjet që punoj në mënyrë intensive që ditën e parë, dhe s'besoj se kam u lodhur ndonjëherë se më pëlqen shumë. Veshjet mundohem gjithmonë të i personalizoj për efekt se çdo femën ka një karakter. Dhe sidomos në fillimet e mia kam has pak vështirësi sepse vishin gjithmonë me një tip ideje. Edhe sot unë e kërkoj atë gjë realisht që çdo kliente, sidomos një kliente që punoj fillimisht me te, du një bazë, sepse nuk e di unë stilin se si ajo veshet në përditshmërinë e saj, dhe mundohem gjithmonë që të bëjmë një veshje të bukur, por që ajo të njihet rahat. Nuk është problemi vetëm si unë e shoh atë, por duhet edhe një diçka si ajo e njeh veten sa më të përshtatshme, se realisht të shkosh në një event, në një mramje dhe të kesh një diçka që ti nuk njihesh rahat, pavarësisht se del bukur, për mendimin tim prap se prap nuk quhet e bukur ajo. Një stiliste patjetër që ka të bëjë me psikologjinë, e njeriut, më falni, të cilin e ka përballë dhe të cilit i përkushton diçka të bukur. Ka pas raste për shembull që njerëzit mund të kenë ardhur dhe të stresuar normalisht për jetës tyne të përditshme, dhe në momentin që kena bë konsultat, kena bisedu se realisht të paktën një gjysore, 10 minuta çdo kliente, sidomos kur marr një porosi, rrime bashkë bisedojmë bashkë për moment, domethënë çam sugjeron ti, se ka raste që vinë duj këtë gjë, mundohem nëse nuk i shkon ti sugjeroj diçka tjetër, ta bin deri aty ku unë kam mundësi për me e bin. Ka raste domethënë që janë shumë të vendosura, ka raste që kthehen mbrapa sepse unë mendoj që ajo veshje nuk është e përshtatshme për atë individ dhe mu më prish dorën. Natyrisht keni kërkesat tuaja, standard. Normal, kam gjithmonë një standard që unë e ndjeku, për shembull edhe me copat, nuk ka se punoj me çdo lloj cope. Gjithmonë mundohem që të zjarri diçka të mirë, por edhe standardin tim nuk du me e prish. Në fakt, cilat janë tendencat e kësaj vere, ngjyrat, si mjeqme realisht tendenca është çdo lloj gjaje e mundshme, përzimje ngjyrash, pupla, thak, rruza, perla, temina që dikur kanë thënë për shembull janë shumë të rënda, ndoshta aktualisht domethënë
po që një fustan prap, po që një copë që është e mushur me temina, modeli duhet të jetë sa më i thjeshtë, sepse është mjaft të ngarku me copa për të ngarku masanajna dhe modelin. Si mjet është çdo lloj gjaje, qof pantolli, qof paliçeti, qof fustani, qof zvingu, kloshi, verefi, si vjet ti mundesh me lviz me çdo lloj gjaje të mundshme. Në fakt, të drejtohesh te stilistja është një kërkesë që lidhet me një event të veçantë apo edhe me jetën e përditshme? Jo, është me kërkesën e individit, sa kërkon. Mua aktualisht mund ndodhi shpeshherë dhe nuk ja prishi realisht, se jo gjithkush e kupton të paktën për zonën tonë. Ndryshe është Tirana, sa është një diçka tjetër. Nuk e kuptojnë fjalën stilistet, akoma të thojnë rroba çepse. Okej, thamona, ajo jam, kur vin ai filanja. Sepse nuk duhet t'ja prish atë idenë me bind që unë jam një diçka më shumë, apo kam një... Realisht Shkodra ka rroba çepsa shumë të mirë, me fol drejtën, edhe bë me pa holl në momente për shembull shumë kohë më përpara nuk kanë ekzistuar ta terma të fije më të sofistikuar si stilistja, po edhe rroba çepsat edhe më përpara pak a shumë stilista kanë, sepse çdo klient kur ka shku është konsultu me rroba çepsin. Këta janë terma që për mendimin tim kanë filluar të stilosh, fundit. do të thotë të kesh një arkitekturë të veçantë të veshjes, e cila ka të bëjë shumë me tipin, trendin, psikologjin, rastin ku do me shku eventi, çdo lloj gjaje, është e vërtetë. Për veshjet e përditshme, zakonisht ka kërkesa apo anashkalohen? Ja, ka kërkesa, po janë normalisht shumë më të thjeshta. Dasmat edhe eventet janë ato që i kanë kërkesat më detajume, që i shohin më me detaje çdo lloj gjaje, qoftë edhe një tegel që mund të jo, po s'm pëlqen pse s'ka ardhur drejt, pse ka ardhur pak më i lakum, janë më detaje domethënë që i kërkojnë klientat. Në fakt, çdo stilist ka karakteristika dhe tiparet. Është e vërtetë. Po të shohim unin e Olta Ramadanit, ai profil që krijohet dhe i që të dallon nga një stilist tjetër. Çfarë mund të dallojnë? Tek unë çfarë mund të dallojnë, thjesht është ajo magjia e dorës, asnjë lloj gjaje, domethënë unë kam tentuar që në fillime që çdo klient që merr një veshje tonë, në çdo dasëm që shkojnë apo event ose një mramje të dallohet dora jeme. Dhe këtë tentoj gjithmonë, domethënë për njëat shpesh herë ka raste që vinë me modele që janë shumë të përhapura në treg dhe kthej. Pse? Nuk është problemi vetëm te një lek, apo se po realizon një punë të mirë, apo se po del klienti i kënaqur. Puna është se ajo veshje që unë baj du mu dallu kudo që të shkojnë ai person. Këtë tentoj gjithmonë. Të dallohet dora, të dallohet çepja. Janë shumë gjana domethënë që kam kërkesat unë të mijat. Më herët ju thatë që materiali ka shumë i rëndësishëm. Sepse ka raste për shembull shpesh herë ngatrojnë satenin me hastarin. Thojnë me du me bë një fustan me këtë copë. I thamon kjo s'ka lidhje me hastarin, kjo është saten dhe sateni për shembull ka cilësina nga më të ndryshme. Shpesh herë në pamje të parë mund të duket si hastar, por cilësia dhe fibra është komplet gjatë tjetër. Dhe unë në momentin që ajo më vjen me një për shembull sa është fustani me copën dhe materialin e satenit dhe ajo më vjen me hastar sepse e ka ble prej dyqanit, unë normalisht e kthej mrapsh. Nuk ka problemi se unë të thash edhe herë te leko, problemi është se nuk ta nxjerr ty modelin sa dush që të lodhesh ti, nuk ta nxjerr punën tënde ashtu siç duhet dhe ka të bëj shumë. Kjo tregon që ju keni një njohje mjaft detajuar dhe të thellë të njohja normalisht për çdo vet, qoftë edhe te puna vetë jot, kur krahasoj punën e para 5 viteve me punën aktuale, domethënë ndryshon vetë ti. Fillon ti kërkon më shumë te vedi, nuk është problemi se te kërkesa ndaj klientit, se klienti si ka vitin e parë, vjen edhe vitin e 5, vjen edhe mas 10 viteve. Problemi është se te ti rritet ajo ideja që të bëhet puna sa më mirë, të krijosh cilësinë sa më të mirë e çdo lloj gjaje. Këto aksesorët sa janë të përdorshëm dhe në vështrimin tënd sa bukur unë jam fakt shumë tek aksesart, më pëlqen tepër shumë, domethënë një detaj i vogël, qof një lule, qof një pupel, qof një rryp, sepse për shembull te rrypat jam për efektin se gjithmonë kena një mbledhje të beli dhe trupin e femnës e zjarri fije më të karikum. Ban një theksim shpatullet, ban një theksim vithesh, edhe theksohet normalisht më shumë pjesa e belit.
jam te kjo pjesë realisht, te detajet jam shumë e përqendruar, me fol drejtën. Ndoshta diçka krejt e thjesht me një detaj shumë të vogël del diçka shumë më e veçantë se sa diçka tjetër. E vërtet. Por çdo gjë nis nga një ide, nga një ide që ju fillimisht e krijoni me veten, pas atij kontakti të parë me një zonjë apo zonjush që ju drejtohet juve. Si lind kjo ide, si mbruhet, si zhvillohet e më pas si derdhet tek puna juaj? Atëherë fillimisht vinë paraqiten edhe të thash, normalisht kërkoj gjithmonë një ide bazë. Ajo vjen me një tip modeli, ka raste që ndryshojmë komplet idenë. Prej për shembull mund të jetë i shkurt, mund ta bëjmë gjatë. Prej siren mund ta bëjmë verep. Varet domethënë konsulta dhe sa don klienti mu bin. Un kam për detyrë gjithmonë me dhënë sugjerimin tim, deri aty ku mu më lejohet logjikisht. Sepse kur e shoh që ajo insiston shumë ose është shumë precize te idetë e veta, atëherë edhe un me njanohem dhe shkoj te ideja e saj, gjithmonë po më pëlqej edhe mu. Por kjo është një rrugë e gjatë që lidhet me dorën, punën tuaj, por edhe me kompaninë që keti mrapa ose 2-3 veta mbështetëset tuaja. Fillimisht është nana, ajo kryesorja dhe që më ndihmon shumë realisht. Përshëndesim zonjën Farida, e cila është një grua shumë dimensionale në veprimtarinë e saj dhe në shpirtin e saj të përhapur në ajo është realisht ajo shtysa kryesore që edhe dyqanin aktualisht që e kam hap Tiranë, domethënë mos me pak ajo nuk e kisha hap, sepse ajo ka ndonjë ton kohën një grua e fortë gjithmonë me entuziazëm që ka botë. Është domethënë një person që kërkon gjithmonë diçka, nuk dorëzohet, nëse bën një projekt ose një libër, fillon e mendon për një libër tjetër, nuk është një person që nale, gjithmonë kërkon diçka ndaj vetit. Këtë më ka kalu edhe mua, edhe në momentin që jam për shembull krejt e qeti, kam stabilizu gjitha punët, du se s'ban me hap një diçka tjetër, një impenjim tjetër për vedi. E puna e klientit, domethënë gjithmonë është ajo ideja për ç'a vjen, për ç'a rastit, gjithmonë e pyes a dan për një veshje të përditshme, sa e rëndësishme është ai rast që na dona me shku, sepse realisht në qoftë se un kam një dasëm familjet, normalisht veshja jame do të jetë fije më e paraqitshme, më me rëndësi. Momentin që un kam një dasëm për shembull që kam një mikut apo një dasëm të lartë, nuk do të jetë veshja aq shumë, sepse nuk je aq protagoniste në atë kryesore fix. Domethënë veshja do të jetë gjithmonë e përshtatshme aq sa duhet, as më shumë, as më pak. Un kam raste kur kam një aktivitet realisht, ose një sfilat apo një paraqitje dikon te një intervistë apo një televizion, mendoj gjithmonë te një veshje të jetë e përshtatshme atë sa duhet, as më tepër, as më pak, sepse në momentin që je më pak unë përfaqësoj diçka, përfaqësoj domethënë idenë e veshjes apo se si një person duhet të veshet. Veshja është personalitet, hyn tek personaliteti, nuk mund të tjetërsoj atë çfarë je brenda me atë çfarë veshesh. Është vërtet. Në fakt Olta ke marr pjesë në shumë evente me veshjet tuaja. Mjaft kam marr, ka një vit që nuk marr pjesë sepse kam pas një vit mjaft intensiv, thash, domethënë edhe me hapjen e dyqanit Tiranë, në kërkesa jame ishte shumë e madhe, qoftë për Shkodrën, qoftë për Tiranën. Por më përpara kam marr pjesë për sa i përket gjithmonë te rajoni i Veriut. Tash po fusim në Fierrajt edhe andaj ka Tirana, avash. Pra në evenimente artistike, në shfaqje të ndryshme keni stiluar veshjet, edhe në Kosovë. Po, domethënë kam shkuar në për sfilata, po ashtu edhe ndamje çmimesh jam nda me disa çmime. Po mund të përmendim sepse këto janë të bukura. Realisht unë jam shumë modeste te kjo pjesë dhe nuk është se më pëlqen shumë me fol. Nganjëherë modestia të për këta diplomat e çmimet e gjanat më duket më mirë them kush vjen aty shef se ç'a baj me të kënaqur kjo është vlerësim më shumë se sa një çmim që varet aty. Diplom të veçantë. Olta, pastaj vjen mama që të mbështet, por ke edhe disa zonja që të ndihmojnë. Në bazë të sezonit kam realisht, aktualisht kam një zoj shumë të mirë që punon aty me mu,
Rroba Qepse, e cila e përshëndes lumin. Edhe kam masanajna në bazë të aktiviteteve, gjanave, kam edhe dy nëimse tjera, Aurelen edhe Nelen, që janë dy vajza që më ndihmojnë, po ashtu varet gjithmonë të aktivitetet. Momentin që kam një aktivitet dhe më duhet staf, normalisht që domethënë kam njësa. Po këto janë ato baza. Aktiviteti kryesor është në Shkodër dhe në Tiranë. Po. Mendove që ta zgjerosh, si ecën me një hapësirë tjetër siç është Tirana? Atëherë, po të tregoj drejtën edhe në mënyrë sinqert, fillimi ka qenë shumë i vështirë. Natyrisht, do fillimi. Shumë i lodhshëm, normalisht nuk isha ai personazhi që i shkosha në Tiranë, që kisha një emër si një personazh që mund të njihet. Natyrisht, dhe lufta ishte pak e madhe për efekt se Tirana është e madhe dhe mundësit me hi në treg ti duhesh mi gjujt. Atëherë në momentin që ti krijon një emër gjujnë ato ty, po këta në vështirësia është që ti të krijosh një emër atje, kurse Shkodra është pak më e lehtë sepse detyrimisht na jena rrit këto, na njeh dikush, kena një ftoni qoftë nga familja apo nga miqësia. Këto janë gjanat pak më të lehta. Ndoshta këtu kalojnë gjanat me një falemnderës, kurse atje thot ai tjetri kaq është pagesa, nëse ti do me marr pjesë në një intervistë apo në një show apo një diçka tjetër. Nuk është se këtu janë njerëzit më të dashtën, më të afrushëm, atje është çdo gjë marketing, biznes. Megjithatë, ti ke hedhur hapat e parë. I kam hadhë dhe tash kanë filluar ata frytet i fije, se realisht me një mars e kam hap. Dhe me thonë, nuk ka se kam shumë, po. Kur bisedon robi me njerëz, dhe me thonë, një vit është luft ma shumë për ty, që ti mi tregu njerëzve se qa je. Çdo njeri, në çdo front të jetës, fillimin e ka një përballje të vazhdueshme, më pas derisi të shtroj paksa rrugën. Po fatmirësisht shoqër që njeriu ka diket që e mbështet, adel se realisht jesh vetëm është te maset e vështirë, është edhe psikologjikisht e vështirë për ty, jo vetëm tek pjesa e pagesave që ki për të bë apo vajtja ardhja që ja Shkodër Tiranë që do të rrish tankohen duke lviz. Po spate njerëz është shumë e vështirë, se njerëz të afër këtë mbështetje. E kam një edhe shoqër që i kam pas afër realisht, se nuk e di se si e kisha kalu, dhe më thonë diku tjetër. Gjithë njerëzit që më rrethojnë, edhe të afërmit, më thonë, më kanë mbështet shumë, kanë ndihmu për çat kesh nevojë, na jena këto. Pavarësisht se je një vajzë artiste, pavarësisht se unë jam karakter pak i fortë dhe nuk më pëlqen me kërku shumë ndihmë realisht. Po vllaja dhe nëna më kanë ndajë shumë afër, domethënë edhe për çdo lloj gjaje çat kesh nevojë, veç na thuj, vllane kam aktualisht në Gjermani, a ke nevojë që unë të vi atje? Momentin për shembull që isha tu. Njerëzit e zemrës janë të parët. Po normal, familja është ajo. Jo çdo gjë ka mbir rastësisht. Më thaj që ke mbaruar një shkollë. Po, më herët fillime un pa ta filluar realisht kam mbaruar shkollën për financë kontabilitet. Po ishte një diçka që nuk më pëlqej, thjesht e bana si shkollë sepse s'po disha për ç'a më hall tjetër. Hapa dyqanin që aktualisht e kam, dhe më thonë, si dyqan që e kam këthuj në atelien teme, por në atë kohë e kisha dyqan robash, që i blesha me shumic, shqisha me pakic. Sepse nuk më pëlqejte të punosha për financë, realisht. Ishte një punë që mu më dukte si kur më lalte, nuk është pjesë e karakterit teme, na e vetëm një zyrë me punu me shifra gjana, du diçka ma me botë. Dhe realiteti ishte në këtë mënyrë, u hap Akademia Aranit në atë kohë, dhe thash, me që kam shkollën, dhe me thonë, për financë, kam shkollën bazë. Po aplikaj edhe për akademi, kur duke najt në tavolinë, gjithmonë kam pas shef këto veshjet, jo shumë ekstravagante, po që të kenë detaja gjana, dhe më thoi shoshnia, ishte reklama e kësaj shkollës që i kryva vetë, shkollë italiane, dhe më thoi mu, po pëse se halli to? I thamë, në që me halon, nuk e kam qep, një shkyme në pantolla, apo një bluz teme, gjithmonë ja kam lanë mamës, nuk ka nëllë kur dhe me thonën me kap gjilpan me dorë. Po hajtë shkoj, dhe shkoj aty paraqitem të kjo shkolla, ishte një drejtoresha shkollës, Lorena Malshi. Kjo ishte, cila shkollë? Ermod School, shkollë italiane. Po, school. Edhe shkoj aty, ajo qa duket e pavison kishat, se noshta edhe unë si e daloj klientin aktualisht ja ka ardhë me ba diqka, po ka ardhë me pyt, edhe ajo noshta më daloj mu në atë ko.
Edhe më tha mu, ti tha duesh që të vish këtu e, ti je për këtë pune, këtë atë, ma mushi menën aja mu. Po të dha një impuls të jashtëzakonshëm. Po, me dha, është e vërtet. Edhe fillova në shkollën, filloj baza, për shembull, po mësoshin bazën e fundit. Edhe shkova unë sa shkosha prej shkollës, shkosha në shtëpi, blesha një copë e qepsha. Në atë kopa ta blej një makinë kësho shtëpiake, ma e më 60.000 lek bilem kopa baja, ishte një paf makinë kauçuku. Edhe fillova punosha një shtu avash, dhe me thonë sezatorin e bosha me zigzag, po edhe mama jame ma përmend aktualisht se është shumë e çuditshme me karakterin tem, mu ullën me orë me punu një diçka për shembull, dhe me thonë ishte shumë që kërkon shumë përqendrim. Shumë përqendrim edhe është realisht e lodhshme si punë, me fol drejten. Po kështu filloj. Avash filloj duke më hinë qef. Është dhe me thonë një diçka që mu me pëlqen, pavarësisht lodhjes, po me pëlqen. Kjo është dhe me thonë është fat tham njeriu me punu një diçka që do, jo thjesht për zgjedhje jetet. Absolutisht, edhe ti u diplomove. U diplomova 3 vite shkollë dhe realisht ishin duke met, jo për efekt se isha nxënëse e keqe, po për efekt se isha pak keq në dizajn. Unë i kam shumë problem gjana që i strikte, që duhesh me e ba një shto. Unë e baj në qose e nipër me e ba. Pra ke individualitetin tënd. Po, edhe ai italiani, se ishte i madhe dhe me thani shkollës që kishte edhe në Itali, ai më thote mu që ti duhesh me e ba këtë gjë, thosha mos më impono se nuk e baj. Edhe kështu që masanajna thjesht ajo egoja pse mas me e marrën këtë gjë, e bana, kalova me sukses, sfilata fund vitit ishte shumë e bukur realisht. Me përgëzime me gjana, atëherë vazhdova punën. Kjo është diçka shumë e Po bukur. punën në fakt e kam fillu pa kry shkollën, pa ta fillu kisha në atë kohë faqen e butikut, edhe hasha ishte punimet vogla që basha që i vesha vetë. Të kujtohet puna e parë? Klientja parë, po. Ta përmendni. Po, patjetër. Ishte një Tonine Dodani koken që ishte prej fshatnave realisht. Edhe më pat kërku një fustan të shkurtë të bardhë, ishte me darruza të shpina, me një fjongo, edhe me shpinën pak të hapun, edhe kujtaj gjithmonë, edhe maturantën e pare kujtaj, koken prej Kosovët. Koken një fustan dhe me thonë shumë i bukur, fillunën duke më dhonë emrin këta, dhe fillunën njerëzit tu dhonë kërkesat e veta. Po, ndërkohë që shumë maturante në veshjet e tyre kanë firmën tënde. Shumë kanë. Aktualisht ka herë bile tham sa numër i madh është ba, din se më duket për momentin sikur nuk ka shumë, po kur fillon robi mendon ose shef fotot se i ruaj gjitha. Edhe thu, wow, a din me ka herë me vete. Je shumë aktive në Instagram dhe të ndjekin. Kjo tregon që ke mjaft interes. Ke menduar që të bësh sfilatën tënde? Ndoshta vitin tjetër që vjen nga që bëj edhe një vit në Tiranë, do të bëj. E pata në mend fakt si mjet për 5 vjet që basha këto. Po investimet kaluan në anajna, kështu që do ta bëj për një vit që bëj në Tiranë. Dhe për më tepër nuk ke edhe shumë nevojë, natyrisht stilistja dhe në fund të sfilatës, por edhe ti je një me trupin tënd shumë elegante. Po, i kam pas ta favoret edhe mundohem gjithmonë dhe me thanë një veshje kur e shoh se mundet me nxjerr mirë e reklamoj në Instagram. Po Instagrami realisht është duke dhënë punën e shumë vetëve sepse janë njerëzit më aktiva, sidomos mosha jame apo ajo që më intereson më shumë. Olta, ditët e verës të impenjojnë shumë? Shumë. Pushimet harrohen, nuk janë pjesë e jame, dhe me thonë, pothuajse heq në gjatë sezonit verës, ndoshta në ditë dile që mund bëjmë në lëvizje të vogël për në velipoj apo diçka, po pushimet gjithmonë i bëjmë mrapa, nuk ka se gjithsesi më sezonit, po. Gjenko, gjatë kësaj kohe, gjatë kësaj periudhe ke ndonjë angazhim të veçantë? Si për shembull? Si për shembull evente. Jo, thash këtë vit i kam lanë, nuk kisha fuqi dhe me thonë me përballu ata. Po ndërkohë që rastet familjare, si që janë dasmat,
e tjerë, gjithmonë trokasin tek Olta. Normal, as diskutohet ajo punë, por me pjesën e aktiviteteve kena kanë pak kështu mjenon, domethënë vitin tjetër atëherë do të him edhe herë se kena ndajt si shumë urtë këtë vit. Ndërkohë që Olta është një vajzë e kompletuar në të gjitha parametrat e një vajze të kohës që lidhet me miqësinë, shoqërinë, aktivitetet, çdo gjë që të lidh në përditshmërinë tënde. Po mundohemi ndonjë çik, varet sa ja arrim asaj pjese, po mundohem me kanë sa më bashkohore të ajo pjesë, qoftë me klientin, qoftë me shoqërinë. Janë këta, domethënë, gjithmonë bëj një diçka që më shijon me bë, domethënë, është të krijosh profilin tënd, të gjesh motivin e ditës, të gjesh motivin e ecurisë tënde, është vërtet të krijosh një personalitet në fushën ku ti vepron. Dhe Olta Ramadani është një vajzë që çdo ditë e skalit emrin, personalitetin, profilin dhe portretin e saj në fushën e stilimit, por jo vetëm, sepse kjo fushë lidhet me shumë veprimtari, lidhet me personalitetin e njerëzve, lidhet me jetën e tyre, lidhet me përditshmërinë e tyre. Olta, të falenderoj shumë. Faleminderit shumë për jush dhe ju uroj një ditë sa më të mirë juve dhe gjithë atyre që po na ndjekin. Unë kam shumë kënaqësi kur të ftuarit e mi janë kaq njerëz që japin puls ditës së tyre, aq më tepër kur bashkëbiseduesja dhe e ftuara ime sot është një vajzë e re. Një vajzë e re që ka motiv të përditshëm punën, dashurinë për profesionin, për njerëzit, për marrëdhëniet, për jetën, për përditshmërinë. Paç gjithmonë sukses. Qofsh e suksesshme gjithmonë, Olta. Amin. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit.